nga Unagon Femeu në emër të Art Motion dhe realizuesve të këtij transmetimi sot Effect Media. Urime vitin e ri 2026 me dëshirë për shumë shëndet mirë, fat suksese, lumturi e harmoni. Adhurues basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion. Ku do qeni duke na shikuar këtë çaste Kosovë Shqipëri, trojet tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në ndeshjen që po e hap vitin 2026 të basketbollit kosovar në këtë edicion që deri tash ka qenë perfekt. Endrit Elshani, Hoffman dhe Jones, një tjetër ish reprezentues. Hasbrook për Mustafa Hamzilin, tenton atje për e përsim fillestare të Trepçës. Një top i vjedhur atje nga Tmushiqi, i cili e ngulit nga një distancë madhe atje, edhe njëherë topi të Bamforti për pak sa nuk gaboj Deporton dhe pikët e para në Kosovë i realizon Scott Bamford 2 minutat e para. Tmushiqi në brendi për mrekulli, asiston për Trevon Allenin, i krijon vetës hapësin dhe si duket nuk ka as e treta, nuk është e vërteta për Bamfortin. Në anën tjetër, edhe 5 minuta lojë deri në fund të çerekut të parë. Gzim Orina për mrekulli, asiston për Brandon Hoffmanin, i cili e nguli dhe ndalet në mënyrë të paliuar prej 9-3. Tentim për 3 pikë dhe vjen treshja nga Scott Johnson kundër sulmi shpejt. Tmushiqi në prapavi, por s'ka nevojë për kërcimin e tij. Icepack e uso, bukur e vjet topin, por edhe gabon atje. Erion Kastrati në fakt asiston. Rezultati edhe 1 minutë e 34 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Henry për Tmushiqin kësaj radhe dhe vjen treshja. Dal nga dal po hym top i vjedhur atje. Trevon Allen, bukur për mrekulli. I vetmuar është Scott Bamforti, do të shkon sigurisht me treshe deri në fund apo jo, po shkon me deportim dhe në stilin e tij. Edhe një top i vjedhur nga Lovre Bashi që i shkëlqyeshëm 4-2 situat për mrekulli për Darius Hallin, një alley hoop atje. Një blok i mirë, tani e shfrytëzon Tmushiqi blokun, por nuk hapët shpejt Dardani. Ufa, prej çfarë pozite! Gjatë asaj serie kur afroi rezultatin, tentim për 3 pikë dhe përsëri Bashic tenton të përgjigjet për treshe. Erion Kastrati realizon, tregon referi Mumini. Kryesori, tentimi Bashicit atje, çfarë gjuajtje, çfarë disisi e shtyri topin. Tmushiqi tenton të përgjigjet dhe e bën këtë. Hamzili lufton me Morinën. Për mrekulli, shikoni se si punon kapiteni. Hoffman me blok, Bamforti tenton me treshe. Çfarë rikthimin në nullheqen e Adis Beqiragiqit aso kohë. Se keni nga çfarë pozite, bombardon dhe përgjigjet. Scott po luan vet atje, vese ta pasoj, vendos që vet topin në rjet ta dërgoj. U blokua atje nga Hasbrook. Scott përsëri parësisht e lisi. Trevon Allen për moja e bën vetën Gzim Orina. Është kjo huqja e dytë e Mikailes për 3. Liz Shoshi, sa bukur përsëri në stilin e tij me atë 3 sulme të huqura. Dhe Dardan Kapiti përgjigjet atje në brendi për mrekulli. Në asistim të Hasbrookut, Gzim Orina vonohet. 2 fishohet atje Bamforti, sa bukur i shmangët atje mbrojtjes. Mirë po edhe një herë e bën me të vërtet në stilin e tij. Tani është ai kryesori, Bamfort 11 dhe Trevon Allen nga 11 pikë. Ufa, çfarë treshe! E kap topin dhe e ruan atje Liz Shoshi. Bamfort tenton për 3 pikë. Aj. Vazhdon seria 17-2 e yllit dhe vazhdojnë huqet.
e Trepçës derisa Jones nuk e ndërpren agjërimin. Drilon Hajrizi për Hasbrukun, i cili nuk arrin të pengohet. Tuna, depërtimi shpejt Hasbruk. Bamforti i shmangët Tunës, dribling fenomenal atje për Skotin, e pagabueshëm. Maqina e vërtet. Uso, bukur në thellësi. Drilon Hajrizi asiston. E po të hynte edhe kjo me të vërtet do ishte mrekulli, por në anën tjetër tani Trepça e bëri atë që e bëri Golden Eagle Lylli para Uso, bukur Driloni, depërton, shënimi pranohet. 69-71, çfarë çereku i tretë. Për ballë ka Burim Zekiqin. Çfarë tentimi! Çfarë shfaqje fantastike në start të vitit 2026 basketbollistik. Mushiqi depërton dhe rezultatin në 73-74 e afron. Në anën tjetër, Gzim Orina në asistim të Scott Bamfortit. Bamfort, Jones tenton dhe treshën të vendi e dërgon, e cila ishte në minus prej 11 pikve dhe çfarë i kthimi për Ilis Shoshi. Kësi loje motis kemi pa. Aj, në një anë Sean Jones, e në anën tjetër Mesinjan, Mesiren, Lis Shoshi. Më i miri të Trepça, Driloni, me ato treshet, me atë sakrificën e ti. Edhe një treshe. Nuk e ka let, e ka këmbën e ajën. Nuk e keni po në anën tjetër treshe e Scottit. Një ndrim i gabueshëm i lojtarëve. Scott për Bamfortin, i cili për sëri tenton dhe treshën e tre tresht e realizon. Çka po ndodh? Për Hasbrukun, i cili pa pritur fare tenton, nuk realizon, por nga plani i dytë atje Trevon Allen, bukur për Bamfortin, i cili realizon. Tmushiqi për Zekiqin, i cili nuk gjuan. Tmushiqi depërton, deri në fund dhe mbi hollin realizon. Me 92% të Trepça. Scott depërton deri në fund e gjen Bamfortin, e pa mundur. Ja pse ka kërkuar me ngulm yll. Ofa, çfarë lëvizje mashtruese, tandemi Bamfort Scott po bombardon e Golden Eagle Lyllit nga 30 tentimet. Mushiqi tenton dhe përgjigjet. Scott për Bamfortin, lëvizje bukur mashtruese. Çfarë asistimi me piruet prapa shpinës. I qon hava. Dueli 2-12-sheve. Scott dhe Driloni nga një pozitë e vështirë. E vazhdon. Çfarë rezultati? Çfarë natë bombarduese? Mushiqi depërton, e huq, por Dardan Kapiti e përmirëson. Trevon Allen i heshtur në pjesën e dytë. Allen dhe Amzil. Allen tenton, nuk realizon. Lufton Anton Scott. Dhe Rion Kastrati nuk shënon mbyllët të ndeshja me fitoren e Golden Eagle Lyllit 109-102.